qytetar Patosit. Unë jetoj për shumë vitesh në Gjermani. Po kur mora vesh do shkrihet bashkia Patos, mos më bjen mirë. Për arsye se unë jam rritur këtu kam që nga viti 1993. Por këto gjëra që po bën zotëria në emër që e kryeson emrin e tij domethënë që jam më i madh i këtij vendit, nuk respektohet. Duhet të respektohet domethënë qytetërimi ku jetojmë neve. Megjithatë, i bëj thirrje gjithë qytetarëve të Patosit, majtas, djathtas, nuk kam marrë këtu domethënë që t'jap o i majt o i djath, por respektoj domethënë qytetarët e Patosit. Mos ta lëshojnë këtë bashki. Bravo. Si edhe patjo buraj, unë po vi gjallë. Po bëj një javë që kam marrë këtu, i kam thur gjitha gjërat, gjitha muhabetet, po më vjen turp që unë të ndiej qytetari i Patosit. Kur një kryeministër e gjitha drejta nga bashkia deri tek më e vogla, unë jam dakord. Qytetar Patosit, ju respektoj jashtë mape. Ju jeni me mua, unë jam me juve. Përshëndetje gjithëve. Bash qytetarë të mirë. Natyrisht jemi të lindur dhe të rritur dhe të edukuar këtu në Patos. Prandaj dhe Patosi është një qytet sa industrial, ajde rural, ajde bujqësor. Dhe pikërisht me këtë përgjegjësi të madhe, unë si koordinator kombëtar në reformën e parë, e ngrita këtë Patos me mendje dhe duart e mia ashtu sikurse ka funksionuar, pra është administruar dhe ka funksionuar deri më sot. Natyrisht që koha rrjedh, por çdo njësi e qeverisjes vendore në demokraci ndërtohet mbi bazën e ligjësive dhe parimeve shkencore të ndërtimit të këtyre njësive të qeverisjes vendore. Dhe ato janë kriteri i teritorit, kur ai territor është kompakt, kriteri popullsisë, ku përbërja e popullsisë është përsëri kompakte, pavarësisht nga heterogeniteti, nga përbërja e popullsisë së bashkisë Patosit, e qytetit Patosit, që nga themelimi i tij në vitin 1949 edhe në vazhdimsi është i përzier, ku shqiptar nga të gjithë Shqipëria natyrisht e ndërtuan këtë Patos mbi bazë të industrisë naftës, duke ardhur nga të gjitha vendet, nga të gjitha anët e Shqipërisë dhe duke dhënë mundi ndjersën dhe gjakun për këtë Patos, për këtë industri nafte që ka mbajtur në këmbë tërë ekonominë shqiptare dhe tërë zhvillimin e Shqipërisë. Prandaj, nëse nuk veprohet mbi bazën e atyre çka u thash, sepse unë natyrisht i kam studiuar me themeli dhe kam shkruar libra. Pushteti vendor dhe vetë qeverisja lokale që është dhënë si tekst në Fakultetin e Ekonomisë për Administrimin Publik. Dhe pikërisht aty janë këto parimësi dhe ligjësi që ndërtojnë një bashki funksionale dhe efektive në dobit qytetarëve. Kështu që kur bëj këtë vlerësim dhe kthem sot përkundrejt një projekt ligji të ndërtuar nga komisioni i kësaj reforme me 2 bashkëkryetar, një mësues letërsie Boçi dhe një gazetar Mazniku, që nuk i përkasin fushës përkatëse, që të dinë të vlerësojnë dhe të japin zgjidhje të drejtë, si në dobi të zhvillimit, ashtu dhe në dobi të jetës komunitare, jetës qytetare këtu në Patos. Prandaj, ky proces ka ardhur
diskutuar. Dhe është e drejtë dhe reflektimi që bëjnë populli, si këtu në Patos, por edhe në bashkitë e tjera, të cilat nuk e meritojnë të shkrihen dhe të bashkohen me bashkime të mëdha për të krijuar mega bashki, të cilat nuk është e vërtet se këto i kërkon Europa, por sepse këto ndërtohen mbi bazën e padijes, së dijes shkencore dhe janë të dëmshme për vetë zhvillimin e Shqipërisë. Prandaj, Bashkia e Patosit, institucionet e saj dhe komuniteti vendor në Patos i një tërë, natyrisht që duhet të shprehen duke argumentuar thellë dhe gjerë pikërisht përse Bashkia e Patosit është një entitet i pandashëm, por që funksionon si unitet më vete, ashtu si kurse ka funksionuar deri më sot. Prandaj, duhet që Këshilli i Bashkisë, si institucion i zgjedhur nga ju, me votën tuaj, dhe kryetari i Bashkisë, po nga ju dhe me votën tuaj, duhet që institucionalisht të bëjnë argumentimin përkatës që është i plot për Bashkinë e Patosit, sepse nuk ngjanë me një bashki e cila nuk ka burime ekonomike dhe nuk ka burime njerëzore për t'i drejtuar ato, dhe mundet që në kësi rashtesh edhe shkenca e lejon që të bashkojnë me bashkitë të tjera, por jo Patosi, jo Patosi, jo Divjaka, jo Memaliaj, e të tjerë. Prandaj, kërkohet edhe sot, edhe urtësia juaj në gjykimin dhe në vendosjen përfundimtare të fatit, të statusit të Bashkisë së Patosit, e mos varme nga fieri dhe se një njësi administrative dhe funksionale në dobit të qytetarëve të Patosit. Marrin votat tona dhe tallen me ne. Po me është bot. Duhet si një grusht i vetë trupin ta mbrojmë këtë me gjatë. Bravo. Se po se mbrojmë një, ku të ta mbrojmë? Ta derdhu gjatë gjyshi im, gjyshi tuaj. Baba im, baba juaj. Gjithë. Po vete u 63 vjeç. Tani po e lam ne ta i marri ta hedhe rrugëve, atër turbi jonë është ta bjen edhe. Qa du të vlen brezave tanë? Shenjën e para e dhamë. Dërmarin e prodhim Patosit e qoj fjerë. Dërmarin e geofizikës e qoj fjerë. Parkun e qoj fjerë. Jo, më zotëri. Të gjithë pas me t'ja hedhë nga mira poshtë, është Patos. Nga kthesa këte është Patos. Jo fjerë. Dhe të gjithë, edhe Berisha Burg, dhe të gjithë papri është tjilë. Do të ambrojmë, sepse jemi për këtë qëllim. Bolë me, njeri vjen me thoj pa prere gjandej. Shkatrom të me tjetëri ka me thoj të prera këtu, i shqitë të gjitha asetet të Shqipërisë. E thot, jo unë këtu, jo pashu, bolë me është bolë. Ju falim dhe të gjithë. Në fakt, është një projekt ligj i cili pritet miratohet në shtator nga deputetët e Kuvendit të Shqipërisë. Në këtë projekt ligj, dhe të jo vetëm Bashkia e Patosit, por dhe gjitha bashkitë e tjera, 6-15 bashki që preken nga reforma administrative territoriale, nuk citohet asnjë fakt ligjor, asnjë fakt që pse kjo bashki duhet shkrihet, nuk citohet as arsyet ekonomike apo arsyet demografike që Bashkia e Patosit apo bashkitë e tjera të shkrihen. Në fakt, këtë projekt ligj këtu do vjen shtator Kuvendit të Shqipërisë, dhe këtë patjetër kartonin e shile para që ta ngresh deputetja Patosit,
Turk TV përfaqësuesës Patosit, e cila ka 4 mandate rresht, është votë në zgjedhjet e kaluara ka marrë votë më të madhe nga qytetarët e Patosit. Në këtë situatë, Turk TV asaj nuk e di si do ketë sy dhe surat që do dali të gjithëve juve këtu përpara. Atëherë, deputetja zonja Dhima, ne nuk kemi asgjë personale me të, ajo të ushtroi detyrën e përfaqësuesës së qytetarëve të Patosit të japi një reagim në lidhje me këtë situatë, e cila ka, siç e përmenda pak më parë, ka 4 mandate rresht, e cila është votë besuar nga ky popull. Dhe nuk jep asnjë lloj reagimi, por e shohim që bën tifo dhe bën show në përfjer. Turpi atë do ta mbuloj, po nuk e di, të gjithë vjen dakord, nuk e kuptojmë arsye pse nuk ka dalë të reagojë. Nuk e kemi asgjë personale me atë, thjesht ajo duhet të ushtrojë detyrën sipas interesit që mbron interesin konkluziv si qytet. Unë kaq kisha, nuk do ta zgjasja, mendoj dhe besoj se kjo gjë